Francesca Murati, një nga emrat më të komentuar të Big Brother VIP Albania 3, është rikthyer në qendër të vëmendjes, këtë herë për një arritje personale, blerjen në apartamentit të saj të parë në Shqipëri. Ajo ndau me ndjekësit lajmin në Instagram, duke postuar pamje nga banesa dhe duke shkruar: "Më në fund kam shtëpinë time të parë." Apartamenti ndodhet në rezidencën Lakeview, pranë liçenit artificial të Tiranës, një nga zonat më të shtrenjta dhe të kërkuara për banim. Sipas burimeve online, çmimet e një apartamenti në këtë zonë mund të arrijnë deri në 700.000 euro, çka e bën këtë një investim të rëndësishëm. Lajmi u prit me urime të shumta, por nuk munguan as komentet skeptike që ngritën pikpyetje mbi burimin e të ardhurave të saj. Disa aluduan madje për pastrim parash, një reagim jo i pazakont ndaj personazheve publik që arrin sukses financiar në moshë të re. Megjithatë, Francesca nuk është thjesht një ish banore e një reality show. Ajo ka qenë Miss Universe Great Britain në vitin 2023, është aktive në modeling dhe në rrjetet sociale dhe ka ndërtuar një profil ndërkombëtar. Në një shoqëri ku shpesh suksesi paragjykohet, ndoshta është koha të mësojmë të festojmë arritjet e jo t'i gjykojmë ato.